Njëra nga 50 komunat e populluara me arbëresh, siç janë quajtur shqiptarët në mesjet. Jo rastësisht vizituam këtë zonë ku është ruajtur gjua e pastër burimore e para më shumë se 500 viteve, arbërishtja. Por si arritën ata që brez pas brezit i trashëgojnë traditat e të parëve dhe t'i mbijetojnë asimilimit. Ata thonë se nuk patën asnjë pengesë për të folur gjuhën e tyre amtare. Madje shteti italian këtë komunitet e vlerëson në pjedestalin më të lartë kulturor të pakicave gjuhësore në Apenin. O moje bukur arbëri, shikojmë nga lart, mendoj për ty. O moje bukur Shqipëri. Arbëreshët krenohen me rënjet e tyre nga tokat arbërore dhe e folura e tyre në fakt është rënja e çdo fjale të sot me shqipe. Ata e quajnë veten të bitës Skënderbeut, statuja e të cilit është e vendosur në qendër të horrës së arbëreshëve, por ky nuk është simboli vetëm që i identifikon ata. Çdo rrugë e shkruar në arbërisht, çdo dokument zyrtar po ashtu arbërisht. Madje disa nga muralet epike dhe kuptimplote shtonin koloritet e rrugicave dhe u jepnin jetë çdo këndit të horrës së arbëreshëve, sikurse nga historia e lavdishme, ashtu edhe te kultura e lashtë. Valët e detit shmojnë në plot mal, bashkë me shokët në breg kemi dar, sa kemi mos ka deti vaj, o moje bukur arbëri, shikojmë nga lartë. Jemi tek hora arbëreshe, qyteti i arbëreshëve në ishullin e Sicilisë në jug të Italisë, i cili tani e 5 shekuj është i banuar nga shqiptarët e vjetër, të cilët kanë ardhur nga zona e Shqipërisë së Mesme, të jugut, të Çamërisë, por edhe Mores, Peloponezi i sotshëm, të cilët kanë arritur që për 5 shekuj t'i ruajnë traditat e tyre, gjuhën e vjetër arbëreshe, veshjet dhe identitetin e tyre kombëtar, elementet të cilat ka zgjuar interesim të madh tek televizioni publik italian Rai, të cilët me 21 shtator po fillojnë një emision reportazh kushtuar pikërisht arbëreshëve si komunitet i vogël dhe tradicional në jug të Italisë. Atëherë, ne jemi këtu tek murali i cili një vajzë me veshje kombëtare arbëreshe po mban një pemë në duar, simbolika e së cilës është rënjët e së ardhmes, dhe kjo nënkupton që ata kanë ruajtur trungun e tyre dhe gjithmonë po flasin një gjuhë të vjetër e cila është shumë ndryshe nga ajo të cilën e flasim ne në Shqipëri dhe në trojet përreth shqiptare. Edhe pse u dëbuan nga trojet e tyre, lanë gjithçka që patën, por me vete morën më të shenjtën, gjuhën. Kur vizitoni këto vendbanime të arbëreshëve, keni ndjesinë se po udhtoni në kohë, duke dëgjuar gjuhën arbëreshe të mesjetës, të shekullit 15, ato që e hasim vetëm nëpër libra, emisione dokumentare apo filma të vjetër. Duke ecur nëpër rrugët e saj, kudo na përshëndesnin në shqipen e vjetër, vëreje simbole të vendosura në muret të shtëpive dhe flamuj nëpër terasa. Ata kanë arritur që gjuhën arbërishte ta mësojnë nëpër shkolla fillore, por edhe në mësime plotësuese me vetë iniciativë vullnetare të arsimtarëve, vetëm që fëmijët mos ta harrojnë arbërishtën. Gjerde të hora e arbëreshëve adi di ka shkopi. Shtu? E ishte
një djalë i gjah, i gjah, Mikpritja mbetet një nga tiparet kryesore të atyre banorëve. Shërbimet gastronomike me ushqime tradicionale dhe verëra artizanale janë po ashtu të shijshme sa që të mbeten gjatë në kujtime, sidomos të shoqëruara me fjalë arbëreshe si të bëv të mirë. Aty mund të paguash edhe me valutën shqiptare lek, por gjithsesi një dhuratë nga shtëpia do të ta jepnin si shenjë respekti. Ishte shumë njohur te Gjithjeta për çertu bagazh me lekë. Gjithë kindet që vinë ka Shqipëria, që vinë ka Gjithjeta, u i thomë kur kanë, kur pinë, do bagazh me lekë, e bagazh me lekë. Mi japin lekë, u jap restu lekë. Unë po shoh këtu edhe produkte shqiptare. Jeni e furnizuar? Më duan mirë, gjithë shqiptarët, kosovarë, Maqedoni, kur vijën, më bien një lule, një flutur, i bukur se u e vëmë këtu të obarë. E ata janë gëzuar e misht, i buket miza, sa u i flas shqipë. Atëherë, ju keni arritur të ruani gjuhën tuaj, në shtëpi si folni? Na flasim brenda, gluhën, flasim shqipë. E prindrat që i flasin fëmijat, fëmijat flasin shqipë. Madje në ushqimorën tjetër që na shërbeu djaloshi 14 vjeç Giuseppe, na tha dhe disa fjalë. Ai mezi pret ta vizitoj tokën e të parëve të tij, ku thot se ata lanë një copë shpirti në vendlindje. Përveç mësimeve të tjera, gjuhën arbërishte thonë se e kanë prioritet për ta mësuar në shkollë. Jam Giuseppe, jam 14 vjeç. Në cilën klasë? Jam tek e nënda, në nevet e shkolla Palermo. Deri në cilën klasë ke mësuar në hora? Te hora kam mësuar fina tek e teta shkollë. Neve na mësojmë dhe ma një orë të java të flisim arbërisht. E në ne një në mësojmë për që në neve të shkolla Palermo. E një din të e flasim. Arbërisht këtu kur keni mësuar? Po. Çfarë e shkruani arbërisht apo vetëm e flisni? Na e flasim, pak e shkruajmë dhe më. Por pak. Shumë pak. Pak. Okej. Ke qenë ndonjëherë në Shqipëri? Një kam klënë në Shqipëri, por doj vetë me mëmën e me tatën. Më ndjetë njëtë vitë të i venë, për që më përken shumë. A vinë shumë turistë këtu? Po, vinë, për që dinë certo një vend i legë, një vend që tratari ngjinja s'kuna turisti më pak skartë se tjerit. Okej. Atëherë më thuaj me shoqërinë këtu, a flisni shqip arbërisht mes vete ju të rinjët kur dilni të shqiptisni? Po, na kur dajim, kur kemi dhe mamik të neve, na flasim gjithë arbërisht. Kur arbëri, shikojmë nga lartë, mendoj për ty, o moje bukur Shqipëri. Rajoni i Kalabrisë është një nga qendrat më të mëdha arbëreshe dhe u bë rajoni i parë me statut të posaçëm në Itali, që nis një program të rajit kushtuar pakicave gjuhësore me përmbajtje tërësisht në gjuhën arbëreshe. Programi që nisi nga shtatori me një epizod çdo të diel në televizionin kombëtar italian, i fokusuar te komuniteti arbëresh, ndërsa në radio do të ketë emisione ditore që eksplorojnë aspekte të kulturës arbëreshe me përsëritje gjatë fundjavës. Për këtë eksperiencë na foli edhe Mario Caliva, një arsimtar, shkrimtar dhe publicist nga hora e arbëreshëve. Fal teatrit na luajmë gluhën, sepse aktori ka mundësinë të lexojë, të studiojë një tekst shkruar arbërisht pa gabime, e atëherë edhe ai mëson fjalë që më parë humbën në harres, jo? Atëherë në përshkolla, deri në cilën klasë mësohet arbërishtja? Tu të horarbëreshve mësonet të shkollët elementare. Shkolla që buhet nga 6 vjeç deri 10 vjeç.
por janë disa profesorë të mirë të skolla që ja mësojnë edhe se nuk e bujnë për, si thuhet, e bujnë pa financime, e bujnë vetëm se e kanë në zëmbër e se kanë kompetenca të mirë. Sa është ndjenja e fortë e mbrojtjes së identitetit kombëtar këto? Shumë, sepse nëse ti bën një xhiro vetë te rrugat kryesore, shikon flamurin, shikon gjithë simbolet e kulturës arbëreshe, kulturës shqiptare. Atëherë ne ndjejmë sepse ka 500, më shumë se 500 vjet që jemi këtu, flasim akoma gjuhën arbëreshe, gjimëzmi vjeçari nëse mendoni. Atëherë mendoj se ishte mjafton të thomi se e kemi në zëmbër. Ishte vështirë, por si thuhet, mendoj se një kulturë të jetë e mirë, të ketë vlerë, ka jetë e hapur, jo ka jetë për dialogu. E atëherë edhe se po kemi rrezikun e globalizimit që na jep që na vu në rrezik të humbim kulturën e identitetin, por ne ka përdorim internetin, social network, me gjithë fuqitë e tija, të ftojmë atë që jemi, jo, nuk ka trëmbemi mos humbim, sepse mendoj se gjëja më e mirë është të mbahemi arbëresh e të ftojmë kulturën tonë. Më para kur Oraklestis te viti 1488, arbëresht u mbyllen sepse kishin frikë mos humbi identitetin e tyre, sepse ishin në Sicili këtu, ishin vetëm ata arbëresh, jo. E mendoj se gjuha e tyre kish humbje, kish bire te toka siciliane. Por nuk leu ashtu, të paradita për fat të keq ata klenë edhe të mbegur, sepse nuk lejnë të hijnë mos njerëz këtu. Vetëm i lajnë të hijnë njerëzit vetëm kur ish dita e festimeve për shëndmërisë, të paraditë shtatorit, e pra mos jetë. Por unë mendoj se sot kjo mbërje kulturore, kjo autarki kulturore nuk më mbëhet, përçë është mirë të shpërndajmë karakteristikat tona kulturore me botën e tij. Jo, nuk na pengon mosgjë, jemi të lirë të bujmë atë që duam. Shteti italian edhe dhe Konstituciona thotë se, si thuhet, janë ruajtur edhe, si thuhet, pakicat gjuhësore, gjuha arbëreshe bën pjesë të pakicat gjuhësore. Nuk kemi pasur kur problem, shteti italian e më para, Sicilia, kanë lërë gjithmonë të lirë të jemi arbëresh, të jetojmë si arbëresh, të rrojmë si arbëresh, nuk kemi pasur kur problem. Ma ne ju shohim si vëllezër, si motra, sepse mendoj se ne arbëresh me juve kemi mundësi shumë të madha për marrëdhënie kulturore, artistike, sociale, sepse kemi një lidhje e vërtet, kupton? Nuk jemi vetëm lidhur që për çështje ekonomike, është një gjë që lindet ka zemra, sepse na akoma e ruajmë, e ndjejmë kulturën tënë, shqiptarët janë shumë patriotik, e atëherë, si thuhet, takohemi te këto ide. Shpresojmë të kemi gjithmonë e më shumë punë me vëllezërit e motrat tanë shqiptare, sepse për ne janë shumë të rëndësishme. Cili është mesazhi për gjithë ata që s'kan ardhur akoma ta vizitojnë Orën Arbëreshe? Unë ju som të vini shihni si rrojmë tu, si kemi ruajtur gjuhën, e të shihni se shqiptarët tu, si edhe gjithë tjerë turistë, janë mirëpritur. Me shokët në vre kemi dar, sa kemi maska dhe tivaj, o moje bukur arbëri. Për ndryshe, arbëreshet janë një komunitet shqiptar të cilët jetojnë në Itali që prej shekullit 15. Ata u dëbuan nga trojet e Shqipërisë së Jugut, Çamërisë dhe Moresë, Peloponezi i sotshëm, gjatë pushtimit osman, kryesisht pas vdekjes së Gjergj Kastriot Skënderbeut në vitin 1468, gati 537 vite më vonë. Po kjo shqiponjë dy krenare qëndron në logon e Bashkisë së Horës së Arbëreshëve. Kreu i kësaj komune Rosario Peta tha se vetëm në këtë vend banim janë rreth 6.000 rezident. Ai tha se këtu ka shkollë fillore dhe të mesme, ku numërojnë rreth 400 nxënës arbëresh.
Në shkolla gluha e bujëm me iniciative të profesorët, nuk kurrikulare. Na me tjerët bashki, u sekretari bashkisë, me tjerët kolegra, krijetar të tjerët komuna, ja me pënojëm shumë, me qerevinin të Italisë të na japjen posibilitetet të mësuarit kurrikulare. Atë që na lipjem të mësojëm arbëreshin e të mësojëm edhe shqiptarët, sa na të mos kemi probleme të mund këptonemi tra na arbëresh e tra na uezrët shqiptarë. Atëherë, si është të jetohet këtu në këtë bashki? Arbëreshët i gëzojnë të gjitha të drejtat, kanë organizime kulturore, manifestime fetare, si është të jetosh këtu? Na jemi shumë të lidhur me origjinën tona, me traditat tona, me iniciative fetare të klishën jonë edhe me gluhën tona. Na dopo 537 mbajëm gluhën tonë arbëreshe, na flasim gjithë arbëreshe, na kemi gjithë kalendarin në vit të iniciativet fetare me klishën di rito greco-bizantino të horës e arbëreshvet që mblonet të gjithë vitin i tërë. Zëm 6 majt të jinarit me l'eventi të Epifanisë, pra një eventi të Pashtë, java e madhe të horës e arbëreshvet, në dita të Pashtet të Gëdirja vishen më shumë se 300 vajza gjithë me të veshura arbëreshe. Pra kemi iniciative të festën të themelimit, iniciative të festën të kanolit, për që hore arbëreshvet hake kanoli me i mirë në botë, festën të themelimit e thashë, festën të shumërisë editjes, shumëria jonë të kuna jemi shumë lidhur me mëmëntë në shumërin editjes. Atëherë, sa është ndjenja e fortë kompare këtu që të ruhet identiteti dhe të trashëgohet edhe tek brezat e ri, se po e shoh që të rinjët paka shumë ka ndikuar edhe interneti që të harrojnë të flasin. Na jemi shumë lidhur me traditat tona e me iniciativet tona, shërbesi shumë i bukur, se vajzat tona, djemë tanë, në WhatsApp shkruajnë arbërisht. Të dita të Pashve, të dita të Domenica delle Palme, javja më e para se dita të Pashve, gjithë vajzat vishen gjithë me të veshturat arbëreshe, ma vishen janë orgoljosi të vishen, janë shumë të lumtur ata të vishen, ata e ftojnë me shumë me qenasi e madhe. U vinjë ka didit që jerda di ka Trentino Alto Adige, të kuburim iniciative me gjithë minoritetet të Italisë e vajzat tona, 5 vajzat tona burën në sfilata në Canazei në Trentino Alto Adige. Vajzat tona ishin ato që gjithë grejën, që gjithë fotografojën, që gjithë pjegjen di ka vini, jeni arbëresh, di ka vini, ka jeni, përshë një shërbesë shumë i bukur e shumë e ndjejtur ka djemë të ka vajzat tona. Shumë mirë, përveç bashkisë tuaj, edhe sa vendbanime tjera ka me arbëresh në Sicili apo dhe në Kalabri? Bashkit arbëreshe në Italisë janë 50. Në Sicili jemi 5, e gjithë në provincia të Palermo, hore arbëreshve Piana degli Albanesi, Santa Cristina Gela, Mezzo Iuso, Palazzo Adriano e Contessa Entellina. Në Kalabri janë 30 bashki, në komplesive, në gjithë Italisë jemi 50. Si e mendoni ju të ardhmen, keni ndonjë lidhje zyrtare me autoritetet shqiptare në Tiranë? Ju ndihmojnë ato qoftë edhe në mënyrë financiare apo në mënyrë të sjelljes së librave apo diçka të materialeve? Si keni connection, keni lidhje? Ne kemi shumë connection me qeverinë të Kosovës e me qeverinë të Shqipërisë. Me qeverinë të Kosovës kleva konsulentit të krajministrit, me qeverinë të Shqipërisë marr pjesë të KKD-u, Këshillit të Koordinuar të Diasporës. U jam një tek ata 15 anëtarë që marrin pjesë të KKD-u e u reprezentonjë arbëreshtët të Italisë. Janë kolegi të gjithë
e vendet të Europës, të Amerikës e të Australisë që marrin pjesë. Jemi 15 e punojmë shumë me qeverinë të Shqipërisë të kemi përpara iniciative kulturore, iniciative di collaborazione për gluhën, për traditat e të kemi më shumë në ngushtë iniciative të diasporës shqiptare të ku do ndodhet. Ka rreth 50 komuna, qytete dhe fshatra me origjinë dhe kulturë arbëreshe, kryesisht në rajonin e Kalabrisë, Sicilisë, Puglias dhe rreth 100.000 banor arbëresh, sipas statistikave zyrtare të Istat, të cilat kanë ruajtur gjuhën arbëreshe si një formë e vjetër të Shqipës së Jugut dhe identitetin kulturor me traditat shqiptare si veshjet popullore, këngët epike, dasmat dhe festat. Këto pasqyrohen edhe në karnevalet e ditës së Pashkve dhe festave të tjera fetare dhe kombëtare, si manifestimet që mbahen në këtë komunë nga data 22 deri me 28 nëntor, të cilat përkojnë me ditën e alfabetit dhe ditën e pavarësisë së Shqipërisë. Çdo vit për 5 shekuj me radhë, ata janë mbajtur mes veti si një komunitet i vogël, i mbyllur në ishullin sicilian, por që kjo u ka ndihmuar që të mbrohen nga shturja kombëtare. Në kohët e sotshme kur rrjetet sociale po shkrijnë çdo subkulturë, ata mediat e reja i kanë kthyer në mjete për tu rilidhur virtualisht me pjesën tjetër të shqiptarëve anë mban botës, duke komunikuar për rilidhjen kulturore dhe gjuhësore me një synim të vetëm, të mbrojtjes së identitetit kombëtar mbar shqiptar.